A është kusht thot për gruan të mbulohet ditën e nikahut sepse është e pambuluar në jetën normale. Pra po pyet kjo motra, pas ka me shku në bashki islame ose në xhami, me bo nikah me burrin e vet, me prindrit e vet dhe me kryet ritualin e nikahit islam. Tash këtë rast, a bën me shku për me bo nikahin pa mbulesë, përderisa ajo në ditët e tjera nuk e ka akoma mbulesën. Lut Allahun që t'ja mbush mendjen me vendos sa ma shpejt mbulesën, me kry këtë obligim karshi dinit Allahit. Çfarë themi? Na themi është obligim me pas mbulesën gjithmonë, jo vetëm thjesht kur të shkon me bo nikahin në bashki islame ose në xhami. Por nëse gruaja nuk e ka mbulesën, akoma si nuk është si të thamun tash, nuk është e gatshme për ta vendos, themi le ta vendos bile s'paku në ditën kur shkon në xhami ose në institucion. Sepse na kemi raste kur shkon dikush konsultohet me qoftë me mjekun, qoftë me hoxhën, qoftë me edhe shet domethënë që veshja e saj është sikur me shku në një darsëm, ti nuk e din a ka shku mu konsultu me mjekun, a ka shku me këthy në disk atje. Pak du me pas me dit ka jetu shku. Ma thonë është totalisht e pa arsyeshme e veshja e disa motrave, dhe ma thonë në përvende ku shkojnë që e sheti që ajo veshje nuk përkon me veshja ke që me kur gjë nuk përkon, ama në mënyrë specifike jetu shku, dhe ma thonë dikun ku të shme pas kujdes, dekja, kontrola, mjekja, konsultimi me hoxhën, e tjera që në fëmin me fry një lexim Kur'anit, diçka pak me pas me ditë ku jetë shku. Prandaj themi, lut Allahun që sa më shpejt me ta mbush mendën me vu mbulesën për gjithmonë. Ama përderisa jetë shku, me vendos një kuror islame, ata të kesh kujdes në veshjen tënde.